Kjo e hënë ka shënuar nisjen e punimeve për investimin e Bashkisë Shkodër në rrugën paralele përgjatë pedonales të plazhit Velipojës. Në nisjen e punimeve ishte i pranishëm vetë kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci, i cili u shpreh se ky është një investim i rëndësishëm i kërkuar prej kohësh nga vetë bizneset për të krijuar një hapësirë të rikonstruktuar që do shërbejë si bizneseve ashtu dhe pushuesve në plazhin Velipojës. Kryebashkiaku Beci zbuloi detajet e projektit të rrugës, i cili përfshin një aks me dy kursi biçikletash dhe një hapësirë të gjelbër në gjithën e pedonalen. Është një nga investimet më të kërkuara, rruga paralele me shëndetore, në cila lidh shumë biznese. Në fazën e parë, për të mos prishur edhe pjesën e aktivitetit, rreth 800 metra, zonë që është e liruar, por që është krejtësisht e papërdorshme, por e dëmtuar si rrugë. Kështu që mendoj brenda një muaji në 800 metra ne do të kemi realizuar investimin. Investimi është më i gjatë, vazhdon deri në 1.6 kilometra dhe në pjesën tjetër do të vazhdojmë më tej dhe gjithë kjo përfshin lotin e parë të investimeve të Bashkisë Shkodrës që bën në Velipoj, konkretisht në rrugën më kryesore në funksion të bizneseve edhe të pushuesve. Ka qenë një bashkëpunim me bizneset, një rënë dakordësie me to. Është një investim i kërkuar prej tyre prej shumë kohësh dhe sistemon këtë pjesë të plazhit, do thoja në këtë lotin e parë. Sigurisht që është e shoqëruar me shumë elemente të tjerë. Projekti ka rrugën e biçikletave, ka pjesën e një parku të gjelbër në krah të rrugës, po kështu dhe gjithë infrastrukturën nëntoksore në funksion të ujrave dhe të ndriçimit. Paralelisht me këtë investim, i cili parashikohet të përfundojë fazën e parë në fund të muajit qershor, Bashkia e Shkodër po vjen dhe sistemimin e brezit ranor, hapësirave publike dhe elemente të tjerë infrastrukturore, në mënyrë që në fillim të muajit qershor, plazhi i Velipojës të jetë gati për të pritur pushuesit.